Toma Taulan, 41 vjeçari shqiptar i konsideruar si jashtëzakonisht I rrezikshëm, është arratisur nga burgu I sigurisë së lartë në Operas në Milano. Arratisja është kryer mes errësirës dhe ndërrimit të turnit të rojeve, ku mediat italiane raportojnë se ishte një arratisje e planifikuar. 41 vjeçari I dënuar me burgim deri në vitin 2048 ka prerë hekurat e qelisë dhe është larguar pa u vënë. Pas arratisjes, autoritetet italiane kanë aktivizuar një plan masiv kërkimi në të gjithë Lombardinë, patrulla postbllogje, kërkime në zonat rurale industriale dhe kontrolle në kufijtë e brendshëm. Nuk është herë e parë që Toma Taulanti arratiset nga burgjet e sigurisë së lartë. Ai ishte arratisur më herët nga burgu I Parmës bashkë me Frokaj Vamentin. Po ashtu, shqiptari ka arritur të arratiset edhe në Belgjik, teksa autoritetet europiane kanë konsideruar një individ me rrezikshmëri të lartë për vite me radhë. Në vitin 2013, pas një tjetër arratisje nga Parma, policia italiane e kërkoi Taulantin për 40 ditë, ndërsa ishte arrestuar prej kohësh në Belgjik. Prokuroria e Parmës e quajti atë episod paradoksal dhe kërkoi sqarimin nga Ministria e Brendshme dhe e Drejtësisë. I lindur në 9 qershor 1984 në Shqipëri, Toma Taulanti povuante një dënim të gjatë për grabitje dhe vjedhje. Aftësia e tij për të zhdukur dhe për të sfiduar forcat e rendit ka ngritur prej vitesh shqetësim mes autoriteteve italiane dhe belge.